Teksa zjarret masive vijojnë të përhapen në Francë dhe Spanjë duke detyruar evakuimin e mbi 300.000 banorëve, kryeministri Edi Rama shprehu gatishmërinë për të dërguar forca të mbrojtjes sonë civile, nëse kjo kërkohet nga shtetet që janë në luftë me flakët prej disa ditësh. Që përcjell një shprehje solidariteti të gjithë kolegëve tuaj në Francë dhe në Spanjë. Ne kemi bërë edhe në të shkuarën, fal jush, dhe jemi gati ta bëjmë përsëri nëse na kërkohet të japim ndihmën tonë modeste në kuadër të Bashkëpunimit Evropian të Mbrojtjes Civile. Në takimin me zjarrfikësit dhe trupat e emergjencave civile në bazën ajrore të Farkës, përballë sfidës së rritjes së temperaturave dhe si rrjedhoi risku të zjarreve, kreu i qeverisë njoftoi se deri në fund të këtij viti pritet të vinë 3 avion të rinj për shuarjen e flakëve. Kemi mbyllur procedurën për 3 avion, të cilët do të vinë në fund vitit, por në ndërkohë dhe do të jenë provën e shtetit shqiptar, por në ndërkohë kemi proces të dakordsuar që në momentin e një nevoje të veçantë kemi në dispozicion avion nga ajo bazë ku po përgatiten avionet e rinj që do të merren në fund të këtij viti. Duke shprehur mirënjohjen për zjarrfikësit, Rama tregoi propozimin e fundit bërë qeverisë për shpërblimin e tyre. Të shpërblehen me një herë, jo në fund, me një pagë ekstra, ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë gjithë gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë me një herë. Kryeministri u shpreh se aktualisht vendi ynë është më i përgatitur se kurrë për të menaxhuar situatën me zjarret, ndërkohë që kërkoi dhe ndërgjegjësim nga qytetarët. Sipas të dhënave të Ministrisë së Mbrojtjes, nga data 1 qershor deri në 24 korrik janë raportuar 24 vatra zjarri, për të cilat janë angazhuar në terren rreth 1000 forca.